Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga studio e radios, duke uruar që dita t'ju shkoj e mbar. E natyrisht këtë ndjesi e kam gjithmonë sepse të ftuarit e mi ma japin këtë. Nuk është rasti të që shpesh ata vinë jo thjesht me një histori, por me një ritëm të ditëve të tyre, me një seriozitet dhe këmbgulje që natyrisht është mbreslënës. E ftuara ime sot është një artista, një muzikante, e cila rrok më së miri shtyllat më të bukura të muzikës. Ajo jo vetëm këndon, ajo kompozon, ajo është njohëse e mirë e elementeve muzikor, si që janë harmonia, ritmi, teoria, dhe çdo gjë që e sjellin ato në një rrugën e një profesionalizmi. Studion në muzikologji, një dek të cilën e ka përzgjedhur për të thelluar më shumë në ecurinë e muzikës dhe në lidhjen e saj me shumë arte. Sepse e tillë është një vajzë që ecën me ritëm zemre, por me një vullnet dhe seriozitet që është natyrisht mbreslënës. Me mua sot në studio është Irian Taraboshi. Mirëmëngjes Irian, mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjes Merita, shumë faleminderit për ftesën tënde. Më vjen shumë mirë që të kam pranë sot, sepse kam ndjekur që në hershmëri sukseset tuaja, por jam bindur që ata nuk kanë qenë thjesht suksese të moshës, gjë që e bën një fëmijë të merret me aktivitete të ndryshme, të mbështetet në duartrokitjet apo në entuziazmin që të jep koha dhe mosha. Jo, siç duket, ecuria jote është një ecuri shumë serioze dhe me një këmbgulje të veçantë për të mbërritur në stade të studimit akoma më tej të muzikës. Më vjen mirë që muzika tek ty është një shtrat i mirë, një shtrat ku e gjen veten, ku jo vetëm prehesh, por edhe ku punon çdo ditë për ta. Po, e vërtet, shumë faleminderit. Edhe muzika, do më thonë, për mua shumë e rëndësishme, edhe kështu ka qenë gjithmonë, prandaj edhe vazhdova këtë rrugë. Në fakt, ti je studente në degën e muzikologjisë në Universitetin e Arteve. Një degë që të jep shumë mundësi të thellohesh në studimin e muzikës, në studimin e traditave, por edhe të lidhjes së muzikës me shumë arte të tjera, jo që e bëjnë muzikën shumë të pranishme, ashtu siç është në jetë në të vërtetë. Po, vërtet, muzikologjia përfshin gjitha pjesët që përbëjnë muzikën në tërësinë e saj, edhe ka të bëjë me studimet shkencore rreth muzikës, me folklorin, me analizën e veprave të ndryshme, pra e përfshin muzikën në gjitha aspektet e saj. Po natyrisht ti nuk je ardhur në këtë stad të studimit. Jo, akoma, dhe është goxha vështirë. Jo, nuk je ardhur rastësisht, sepse vetë ecuria jote e çon pikërisht qenien tënde në një prag të tillë ose në një fushë të tillë që ti e lëron vazhdimisht, apo jo? Faleminderit. Po, besoj që po, edhe pse është studimi shkencor kërkon fakte, është pak i vështirë, është i bukur, por është pak i vështirë. Shpresoj që një ditë të arrij edhe unë të kryej vërtet studime shkencore. Në të vërtetë, ndoshta ajo ndjesi që ti ke brenda vetes dhe që shpërthen her pas here, jo vetëm në interpretime të këngëve të hershme që ti ke realizuar, por edhe në covera që kanë pretendime shumë të larta artistike dhe që ti i realizon mjeshtërisht. Unë kam ndjekur nga ty mjaft realizime të tilla, madje edhe në bashkëpunim me artistë të tjerë të huaj, të cilët teknologjia tashmë i mundson, por që janë realizime shumë të bukura. Pra është një aspekt tjetër ku ti je jo spektatore, jo hulumtuese, jo shkencëtare e muzikës, por je aplikante e saj, pikërisht jep kontributin në këtë fushë duke interpretuar me vokalin tënd.
Ashtu është, faleminderit. Mundohem edhe nga përderisa teknologjia na mundson këtë pjesë që të lidhemi me artistë edhe jashtë vendit, është diçka shumë e bukur, shumë e lezetshme. Ke realizuar disa këngë apo jo? Po, disa këngë të ndryshme të njohura. Po. Ndërkohë që pëlqen një rrymë të caktuar? Në fakt, gjithmonë më kanë pëlqyer më shumë baladat, sepse ato më kanë shkuar edhe me zërin, por që unë në fakt një muzikant i mirë duhet të dëgjoj shumë rryma, por që më shumë unë dëgjoj muzikë country, dëgjoj edhe muzikë klasike, edhe jazz pak. Mundohem që të gjej veçantit e çdo rrymë, ato veçoritë më të bukura, domethënë. Gjithsesi ke realizuar disa këngë. Mendon që ndoshta këto të bëjnë atë ngjizje në një grumbulli, po e quaj me një term jo fort muzikor, po të një albumi mbase ku ti realizon mjaft këngë dhe interpretime tuaja. Po, besoj që po. Do t'jetë diçka e bukur. Po, shumë e bukur. Ndërkohë që kënga nuk është rastësore tek ty, sepse ajo ka lindur që herët, dhe ndoshta kjo është ajo shkalla e parë e skenës ku ti ke prekur. Nuk e di pse nuk merr pjesë, megjithëse viti që po kalojmë është një vit që ka tepër veprimtaritë kulturore, por jo, i ka ndaluar sepse janë realizuar disa. Nuk e di pse nuk e prek skenën. Po, e vërtet, gjithmonë jam stepur sepse do një angazhim shumë të madh, edhe kam dashur që në qoftë se unë vazhdoj rrugën, domethënë që të marr pjesë në skena të mëdha, i bie që duhet të angazhohem maksimalisht dhe të lë shkollën, mbas edhe unë mundohem t'i bëj të dyja, por që kjo më ka privuar pjesa e shkollës. Jena pjesën e hulumtimit, të formimit, të formimit, po. Por nuk e lë të kënduarit, sepse jo. Kjo është diçka që të nxit bukur. Ndërkohë, Irian, hershmëria jote është shumë interesante, shumë e bukur, apo jo, pjesëmarrje pafund, një fëmijë që 6 vjeç prek skenën, hyn disi me një ndjesi ashtu siç janë fëmijët, për të dukur se çfarë është në këtë skenë, a mund të jem po jo një këngëtare, dhe menjëherë magjia e këngës të përshkon, apo jo? Ke qenë shumë e vogël kur ke filluar të aktivizohesh me këngë? Po, në vitin 2006 ka qenë hera e parë që preka skenën, edhe për vite me radhë kam marrë pjesë në festivale fëmijësh, për kompeticione të ndryshme, jo vetëm në Shkodër, në Tiranë, dhe për mua mbeten kujtime të paharrueshme, dhe vetëm nga besoj edhe këto festivalet kanë ndikuar që unë të kisha një fëmijëri shumë të lumtur. Gjë e bukur. Të kujtohet sepse gjithmonë ka një ditë të parë, një herë të parë, kur mendon të shkosh ose shkon, si të presin, kush të mbështet, kush të merr për dorë, të çon. Janë disa gjëra që nuk harrohen, sidomos fëmijët nuk e harrojnë, apo? Po, vërtet. Prindërit kanë qenë shumë mbështetës, patjetër familja, por që unë kam pasur mamin që më shtynte vazhdimisht, edhe kishte dhe ajo dëshirë që unë të merrja pjesë, edhe shikonte atë qefin që unë kisha, por besoj se mami ka qenë ajo shtysa më shoqëruesja gjithmonë, po. Dhe është edhe një shprehje që thon mbas një fëmije të suksesshëm është një mama nga mbrapa. Sa bukur. Po hera e parë që ti morë pjesë në një shfaqje të fëmijëve ka qenë një kompeticion që do të thotë një konkurs i këngës, siç janë bilbilat në mos gaboj, apo jo? Po, bilbilat e vegjël këndojnë në 2006. Ti këndove një këngë? Kam kënduar një këngë për fëmijë, Pula në furrik quhet. Madje kam akoma diskun e ruajtur të asaj këngë, është vërtet shumë. Po ky ti u vlerësove aty? Po, u vlerësova me çmim të tretë.
Isha në fakt më e vogël nga vajzat aty edhe nuk e prisja fare. Do të thonë, ajo gjithmonë unë kam dashur që të kënaqem edhe nuk e kam menduar kur pjesën e çmimit, edhe mendoj se çdo fëmijë kur futet në një kompeticion apo festival nuk duhet të ketë gjithmonë atë synimin që të marrë një çmim, se pastaj nuk do arrijë që ta shijojë në maksimum pjesëmarrjen, nuk do të kënaqet, kurse unë jam munduar gjithmonë që të kënaqem dhe mos ta marr mendjen te çmimi, sepse çmimi për mua, çmimi vërtet ishte muzika. Ajo fakti që unë po merresha me diçka që dua. Por natyrisht duart trokitje të japin nxitje. Vërtet. Dhe ti nuk u ndale me këtë paraqitje tek pula në furrik, po përkundrazi more pjesë edhe çmimet kanë rëndësinë e vet, ato të japin më shumë shtysë. Stimul. Kjo është diçka bukur. Vërtet se ajo që thua të marrësh pjesë në atë ambient, duke ndjekur prova, duke ndjekur skenën, duart trokitjet janë vërtet emocione, por kur jepet edhe çmimi të duket sikur është diçka plus. Është shumë e vërtetë kjo. Në vitin pasardhës përsëri more pjesë. Por këtë herë në festivalin e fëmijëve, apo jo? Po, në festivalin e fëmijëve në vitin 2007, aty ishte hera e parë që mora pjesë, kam kënduar këngë duet me një shoqen time moshatare, me një kompozim të profesor Bardhyl Hysës. Ka qenë një kujtim shumë i paharruar dhe e kujtoj me shumë nostalgji. Ndërkohë që çdo vit ishte përsëri një shkallë rritje dhe pjesëmarrje tek ty. Po, vit mbas viti unë kam marrë pjesë vazhdimisht, domethënë në festivale të fëmijëve në Shkodër. Por diçka që duhet dalluar është pjesëmarrja tek Gjeniu, ku ti mbrite deri në gjysmë finale. Ishin emocione të pafundme, sepse tashmë nuk ishte thjesht një shfaqje. Ishin çdo javë shfaqje të ndryshme ku duhet të këndoje këngë të ndryshme, madje ti ke kënduar dhe me nënën tënde të paruar. Po, vërtet. Janë kujtime shumë të bukura që s'do i harroj kurrë. Nuk e kënduar vetëm këngë për fëmijë, përkundrazi. Po, kam kënduar këngë të shekullit, kam kënduar shumë këngë të huaja. Ajo periudha e Gjeniut më ka formuar. Unë isha vetëm 9 vjeç. Kam qenë shumë e vogël, edhe aty kam qenë më e vogla nga grupi. Dhe këto gjëra të kanë nxitur patjetër që të mos e lësh këngën. Po, vërtet. Dhe mendoj se pjesëmarrja në për kompeticione të tilla është diçka shumë e mirë për çdo fëmijë, sepse të mëson ty disiplinën, të mëson që të jeni së bashku me shokët dhe shoqet, ke parasysh atë. Ke ndonjë emocion të veçantë nga pikërisht nga Gjeniu, sepse Gjeniu është një kompeticion shumë i veçantë, shumë dinjitos, do ta quaja, vetë fëmijët aty janë vërtet që kanë krijuar vjushmërinë. Po, unë në fakt akoma mbaj një marrëdhënie shumë të mirë me konkurrentët që atëherë ishin në atë vit, edhe tani disa prej tyre kanë marrë emër në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Ndihem shumë e lumtur për këtë gjë, gjithashtu edhe njohja me artistat e mëdhenj, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Ndërkohë edhe të këngët e shekullit, i cili akoma më shumë është edhe një shfaqje që ka lënë vërtet një mbresë shumë të madhe tek telespektatori, të ka ofruar një mundësi për të kënduar, apo jo? Po, vërtet, përsëri tek televizioni Klan, aty dhe ishte një nder shumë i madh për mua që të merrja pjesë. Po ishte e vogël, veç 12 vjeçe, 12 vjeçe, po. Kam filluar që shumë herët unë që të merrja pjesë. Dhe çfarë këngë patë kënduar atje? Një këngë, nuk e di se atëherë ka qenë kolazh këngës, se tani nuk po më kujtohet për momentin. Kanë qenë këngë të muzikës son të lehtë. Po, kam. Mirë, Irian, natyrisht një fëmijë e pasur, e bukur, së bashku me këngën, me muzikën, me mësimet të cilët ishe një nxënëse tepër rregullt, tepër korrekte, apo jo? Po, jam munduar shumë gjithmonë që shkollën mos ta
që t'jem e mirë edhe nga ana shkollës. Siç duket mbritën në një fazë ku ti duhet të zgjidhje. Do të vazhdoje studimet e përgjithshme apo do të vazhdoje artin? Si ishte kjo periudhë që më pas ti zgjodhe artin? Po, vërtet, në atë periudhë, baz vitit 2012, unë bëra një shkëputje, pasi mendova se do ishte më mirë që për një periudhë ta lëja pak më njanë muzikën, dhe të formohesha edhe në aspekte të tjera, mos të ngelesha thjesht tek muzika. Dhe në fakt pasioni për muzikën ishte shumë i madh, edhe nuk erdhi një moment që atë e kuptova që pse jo mos të jap maksimumin në atë që unë dua më shumë, në fushën që unë do jepja maksimumin, se normalisht. Dhe shkolla artistike Premjakova të priti krah hapur, ashtu siç ajo pret artistët e talentuar, apo jo? Po, e vërtet, ato, unë kam bërë 4 vite në shkollën e mesme artistike në Shkodër, dhe nuk do i harroj kur kam pasur një mbështetje shumë dhe nga profesorët, kemi bërë shumë aktivitete të ndryshme aty, shumë momente të bukura edhe aty. Profesoresha tuaja të kantos, profesoresha Rita Dervishi, por dhe profesoresha Diana Bilali, flasin me një vlerësim shumë të madh për Irian Taraboshin si nxënësja e tyre. Shumë faleminderit, edhe për mua ishte nder që mësuese të tilla të më jepnin mësim, edhe ato kanë bërë maksimumin. Unë në fillim e pata pak të vështirë sepse isha në periudhën e pjekurisë së zërit, edhe isha në një fazë që zëri im po ndërrohej dhe ishte pak e vështirë që të arrija të këndoja me zë koke, zë operistik, të impostuar. Edhe ato pavarësisht kësaj më motivonin çdo ditë, më thonin që nuk ka problem sepse doja dalësh. Në çfarë regjistri ke kënduar? Unë mezzo soprano dhe alto. Këtu. Janë regjistra të veçantë, shumë edhe të spikatur do t'i quaja. Po, vërtet. Ndërkohë që siç më kanë thënë edhe profesoreshat tuaja, Irian Taraboshi nuk ishte thjesht një nxënëse e kantos. Jo, ajo vinte me një përgatitje shumë të madhe edhe në njohjen e muzikës, në njohjen e elementeve të saj, të harmonisë. Madje e veçanta e saj ishte që shpesh ajo shoqëronte veten në tastier. Si ka qenë kjo marrëdhënie jote me artin e të kënduarit, me instrumentin, me elementet të tjerë të muzikës që ti interpretoja? Po, instrumenti sigurisht më ka ndihmuar shumë që të shoqëroj veten, shoqëroj zërin, edhe nuk e di, ajo lidhja me pianon për shembull ka qenë direkte, ka qenë një lidhje që nuk arrija asun ta përshkruaj, mbas edhe nga kënaqësia që kisha unë për ta mësuar këtë instrument, ndikoi që ta mësoja shumë shpejt. Po si e mësove, sepse nxënësit, unë kam qenë vetë një nxënëse e pianos, dhe nuk është e lehtë të mbrish të shoqërosh veten ose një pjesë të caktuar, sepse kalon gradualisht. Po, vërtet. Asun nuk, do të thonë, e kam mësuar aq shpejt sa unë nuk arrita kuptoj se si ka mundësi, por ajo lidhja ka qenë shumë e fortë me pianon. Ndoshta edhe teknologjia tani na ndihmon më shumë që ta mësojmë. Edhe në shkollë kemi pasur piano sekondare, na kanë ndihmuar pak edhe profesorët, patjetër. Je shumë modeste në fakt. Por kjo lidhje me instrumentin vazhdon ende, sepse të kam parë të këndon, shpesh herë dhe shoqëron veten në tastier. Po, është një kënaqësi shumë e madhe që të këndoj, që ta shoqëroj veten. Shumë bukur. Mban lidhje me instrumentin, me tastierën? Po, ne edhe tani në universitet kemi përsëri pianon që na duhet patjetër, por që besoj se deri diku ja kam dalë që ta mësoj. Normalisht nuk është se jam një pianiste që ta di aq mirë, por që të zbërthesh një partitur. Po,
është me vërtet pianoja duhet patjetër që të bësh këto gjëra, duhet ta dish patjetër pianon. Ti mëson dhe luan në piano edhe për një arsye tjetër, sepse ti je dhe krijuese. Ndoshta vetë këngët tuaja që ti ke kënduar natyrisht kanë një dialog të brendshëm, por që derdhet në tastierën e pianos. Po, vërtet, edhe këngët më kanë ardhur natyrshëm. Ndikon shumë edhe pjesa e dëgjimit të muzikëve, të zhanreve të ndryshme. Sa më shumë të dëgjosh, aq më mirë është, edhe pastaj disa motive të ngelin në mendje dhe ti arrin që të krijosh diçka tënde. Kështu mendoj unë. Pastaj, domethënë, do kisha dashur që në një do kisha dashur që edhe të mësoja se ti shkruaja vetë në partiturë. Edhe shpresoj që një ditë të arriti ta realizoj shumë mirë këtë gjë. Sigurisht jam përpjekur, kam provuar të shkruaj dhe në partiturë, por që me kalimin e viteve duhet kalojnë pak vite që unë të arrij aty. Në fakt, kompozimet tuaja janë shumë të bukura. Unë kam ndjekur, për shembull, kompozimi i parë ka qenë kënga për ty. Për ty, për mamin, po. Unë e publikova, në fakt se filloj tani me rrallë. Kompozimi po, e kam bërë kompozimin, orkestrimin e ka bërë Rezar Cacani në studion e profesor Dritan Selhanit, që i falenderoj shumë. Dhe është publikuar një herë në YouTube kënga për mamin. Për ty. Është dedikuar mamit, është dedikuar mamit tim. Dhe unë sa herë që e dëgjoj ka raste që prekem vazhdimisht, sepse në atë këngë mendoj se është kënga më realizuar që ja kam dalë në gjitha aspektet, sepse ajo këngë mua më transmeton shumë emocione. Atë mallin, dashurinë, atë afrimitetin që vetëm një mama dhe një vajzë ka. Tekstin kush e shkroi? Vetë, kam bërë vetë, prandaj po them, mendoj se është gjëja më e bukur që kam bërë deri tani. Është një kurevepër, të thoja. Faleminderit shumë. Ne do ta transmetojmë në valët e radios më një herë pas bisedës, por ndërkohë unë do të desha edhe për ata që po na ndjekin. Nëse është e mundur, motivin e kësaj këngë ose pak nga teksti, çfarë të duash ti, sepse kjo këngë vërtet është një kryevepër në të gjithë realizimin e saj. Ka një hapësirë, ka një ngrohtësi, ka një përsijatje shpirtërore që secili e ndjen vërejtën brenda saj. Faleminderit shumë. Doja të shtoj edhe diçka që unë për herë, domethënë, e kam shfaqur këtë këngë për herë të parë në pikërisht në gjimnazin, domethënë në shkollën e mesme të artistike në Shkodër, edhe më vjen mirë që e shfaqa aty, e përcolla aty, sepse në fakt drejtori artistik ishte profesor Anton Kaftalli, dhe mami ka qenë pjesë e ansamblit të harqeve, pikërisht dhe nderim për zonjën Anila Taraboshi, e cila ka qenë një mësuese shkëlqyer, një artiste, një mama, një qytetare, një njeri i mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Po këndoj pak. Si u prit kjo këngë? Kjo këngë është pritur shumë mirë, edhe ishte një emocion shumë i madh, sepse në fund të këngës thuhen disa fjalë, ato fjalët e shpirtit, dhe ishte emocion shumë i madh se direkt mas fjalës Oma, unë të dua, aty të gjithë duar turkitën, dhe unë kam pasur në atë moment një emocion shumë të madh, nuk dita përshkruaj. Atëherë besoj se ato që po na ndjekin kanë shumë dëshirë të dinë diçka, ose ato patjetër që do ta ndjekin më pas në valët e radios dhe në kanalin YouTube, por do të ishte bukur që në këto momente ta ngrohim studion me këto tingull i zemrës. Po, vetëm refrenin, po. O ma, shikimi jot nuk harohet, dhe fjalë që mi thoje çdo dit. O ma, më mësove se dashuria sa do larg që të jesh s'kam barim.
Oh, sa bukur, shumë e ngrohtë. Por do të thoja që është një këngë nuk e di edhe specialistët sa e kanë vlerësuar, por për një dëgjues është një këngë perfekt e realizuar. Shumë faleminderit, më vjen mirë që ka ardhur kaq mirë edhe te publiku. Absolutisht po. Ndërkohë që ndoshta kjo dashuri të ngrohë vazhdimisht dhe të bën që të thotë vazhdo. Ti vazhdove me rrugën e kompozimit dhe vazhdon. Po jo. Po besoj kam bërë zgjedhjen më të mirë. Edhe mami këtë donte që ta vazhdoja këtë rrugë. Edhe unë po bëj diçka që e kam shumë dëshirë, më shumë nga gjitha. Kështu që po përveç kësaj këngë ti ke kompozuar edhe disa këngë për njerëzit e afërt të zemrës, ato që i ndjen, i prek edhe i blaton me dashurinë e natyrisht të ushqejnë me dashuri, apo jo? Sigurisht, në fakt këngët që dalin më bukur janë ato që ti ndjen më mirë. Dhe sigurisht fillimi gjithmonë mbase është me personat e afërt, me mbesën, do të thotë t'ja dedikoj atyre një këngë një herë, pastaj vijnë të tjerët. Dhe ti ke kompozuar disa këngë, kushtuar motrës, edhe ajo shpritur shumë mirë, ka marrë dhe klikime, gjithashtu edhe këngë për vëllain tim të vogël, për mbesën, pra për njerëzit më të shtrenjtë të mi. Besoj se kam bërë gjën më të mirë që në fillim i kam dedikuar atyre këngë dhe për mua gjithmonë do të mbeten këngët më të bukura dhe ato të shpirtit. Përveç kësaj ke vazhduar edhe me këngë të tjera. Po, kam bërë tekstin disa e Fatos Arapit i ke kompozuar një këngë të titulluar po Fatos Arapit tani nuk po më kujtohet se di pse. Një këngë të Fatos Arapit, po me teksti ka qenë i Fatos Arapit, kurse muzika ka qenë e imja. Gjithashtu kam kompozuar edhe një këngë për pandeminë. Pak më shumë është titulli. Po, se s'po kujtohet as mua. Ju kërkoj ndjes, ndoshta edhe emocionet bëjnë të vetën, sepse un kam bërë një ndërprerje shumë të gjatë dhe nuk jam shfaqur në për intervista dhe po jo, je shumë faleminderit. Do të thuash që të ndjen emocionin që shpërndan nëpërmjet, sepse je e vërteta. Apo jo, faleminderit për vlerësimin. Ndërkohë që thank you është kënga që ti ja ke kushtuar njerëzve që shërbejnë në dobi të shëndetit në kohën e pandemisë, apo jo? Po, për gjithë ato që kanë punuar dhe po vazhdojnë të punojnë në ndihmë për njerëzit dhe në këtë situatë pandemisë, edhe më erdhi shumë natyrshëm dhe thash pse jo mos të realizoj një këngë pikërisht për këtë situatë që jemi. Të realizosh një këngë ti më mirë se kushdo njës që duhet jo thjesht një vijë melodike dhe një ritëm i përcaktuar apo një tekst i bukur frymëzues, por ta plotësosh edhe me elemente të tjerë të muzikës, siç është harmonia, orkestracioni. Të gjitha këto ti i realizon vet apo edhe në bashkëpunim? Po, në fakt në bashkëpunim kam dhe mjaft miq në universitet, shokë të mi që janë goxha të aftë, që janë për kompozicion, sepse unë vazhdoj për muzikologji, dhe ato që janë pikërisht në atë deg kompozicionin, sigurisht që din më shumë, por që ne duke punuar së bashku ja kemi dalë dhe i kam kërkuar dhe ndihmë atyre dhe kanë qenë miq të mirë dhe më kanë ndihmuar, nuk kanë hezituar që të më ndihmojnë në këtë pjesë. Dhe kënga Thank You në fakt ka ardhur si fillim natyrshëm me tingujt e kitarës. Një ditë në shtëpi po luaja ca akorde me kitarë. Pra ti luan edhe në kitarë? Po, luaj paksa, sigurisht jo si pianon, jo si instrumentin e pianos, por që më pëlqen shumë edhe kitara, ka të veçantinë e vet.
edhe m'ishin fiksuar ato akorde dhe doja se s'bën që të krijoja diçka me ato akorde dhe një ditë gjeta tekstin tekstin në fakt e kam gjetur në internet, e kishte bërë një e huaj, një person i huaj dhe në fakt nuk arrita të kontaktohesh ose doja të kontaktoja me atë vajzën që kishte bërë tekstin. Shpresoj që një ditë ta kontaktoj dhe ta falenderoj për këtë pjesë, por që më erdhi shumë natyrshëm edhe lidhja e tekstit me muzikën dhe me akordet që unë i kisha gjetur në kitarë. Sa keq që sot nuk e kemi kitarën këtu. Ta dini këtë gjë? Nuk ka problem se ju thash, nuk e di aq mirë sa pianon. Madje pianon e kam sepse pianoja është shumë e nevojshme edhe në universitet. Kemi shumë të nevojshme edhe për mësimet, por kitara është më shumë për qejf, kështu që kitaren e kam aty në shtëpi dhe i bie ndonjëherë kur dua thjesht të relaksohem, të qetësohem. Gjë shumë e bukur. Dika që ke zgjedhur muzikologji lidhet me studimin e traditës, të folklorit, të elementeve që ushqejnë muzikën për të bërë natyrisht edhe siç është një art i mrekullueshëm, por edhe me vepra të ndryshme. Sa të frymëzon kjo në rrugën tënde? Më frymëzon jashtëmase dhe jam shumë e lumtur që e bëra këtë zgjedhje. Siç e thash, muzikologjia i përfshin gjitha aspektet muzikore dhe është siç thash, atë sa është e bukur, është edhe e vështirë. Unë dua të falenderoj shumë dhe profesoreshën time drejtuese, që është Holta Sina Kilica. Më vjen mirë që po më vjen rasti që ta përmend, sepse ajo e meriton një falënderim shumë të madh për mbështetjen që më jep dhe për çdo gjë që më ka mësuar deri tani. Është një muzikologe e shkëlqyer, një pedagoge shumë e mirë. Falenderoj shumë, ajo është përveç kësaj është edhe një person i mrekullueshëm, ka një botë shpirtërore shumë të madhe. Siç mendoj se çdo artist duhet të ketë se s'bën atë botën shpirtërore të madhe, ndryshe për mua nuk është artist i plot. Kështu mendoj unë, nuk e di. Ndoshta është një kombinim shpirtëror mes asaj që gjen dhe asaj që jep. Për ndryshe nuk do të kishte një mbarvajtje ose një ecuri të mirë. Ashtu është shumë vërtet. Aktualisht po merresh me një pjesë studimore të muzikës, të një periudhe apo edhe veprave krahasuese të periudhave? Unë vjet në fakt kam bërë një studim sepse na qelloi që ishte pandemia dhe zysha jon e shkrimit akademik atje në Universitetin e Arteve na vuri një temë, muzika dhe pandemia, COVID-19. Dhe mua më pëlqeu shumë si temë dhe vazhdova që të merrja disa informacione, pyeta disa njerëz për ndikimin që kishte pasur muzika në këtë periudhë të pandemisë, që rezultoi në fund që ishte ndikim pozitiv dhe kryva dhe disa studime të vogla, aq sa munda, sepse për mua ishte hera parë që merresha me një studim. Shpresoj që në të ardhmen të realizoj një studim më mirë, po ishte hera parë, ishte vetëm fillimi. Dhe ajo më frymëzoi më shumë fakt që të interesohem më shumë për muzikën, për gjitha aspektet, sepse në fakt muzikologjia duhet vetëm të merret me studime, me problematikat që ka muzika, me folklorin, siç e tham, sepse jo çdo gjë është dokumentuar edhe duhet sa më shumë që gjejmë fakte për rreth muzikës. Më fal, si u prit shumë mirë, u prit, e publikova madje në një faqe në internet për studentat apo për studimet që kryen individët dhe besoj se është pritur mirë, zysha më vlerësoi mjaft mirë në fakt.
më vlerësoj maksimalisht. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë dhe zyshën time, dëshmanjolën. Ndërkohë që gjithmonë pas një mbërritje ka hapa të tjerë të parë për një mbërritje tjetër. Ashtu siç tham kur ishte 6 vjeç dhe ashtu si çdo fëmijë dëshiron të këndoj, po kjo nuk ishte një rastësi i një fëmije që don të këndoj, përkundrazi një fëmijë që ka diçka për brenda, që ka në deje artin, ndjesinë së bukurës dhe ka rezultuar pozitive. Ashtu shpresoj që ky studim i parë, siç ishe ti një studente e re në këtë dek, të vazhdoj në fushën studimore dhe të kesh vërtet sukses në të tilla raste. Shumë faleminderit. Je ndjen ndonjëherë e dyzuar, ndonjëherë e pasigurt, e luhatur në gjithë këto, sepse këto janë vërtet të gjitha përmbledhin artin, të gjitha përmbledhin muzikën, por secila kanë ato rrëkezat e furishme që çojnë tek ai lumi i rrëmbyeshëm i shpirtit. E vërtet, për mos të ndjere pa sigur, duhet të punosh fort, sepse pasiguria vjen mbas edhe nga mos studimi i tepërt, kështu që duke studiuar shumë, besoj ato pasiguritë do më largohen. Ndoshta pasiguria vjen edhe nga pritja që ke ti, mbase kur pret njeriu më shumë nga vetja, gjithmonë e ka të më dyshen mos ndoshta po bëj gabim këtë apo. Po gjithsesi një studim sistematik dhe shumë serioz ta garanton këtë ecuri që ti ke. Po, sigurisht, e vërtet. Ke disa projekte të afërta, sepse siç e shoh, Iriani është një studente që e formuar, që vazhdon të formohet dhe të kërkojë nga vetja, por edhe të ketë ato ndjesitë e bukura të shpirtit që i lulëzon, apo jo? Qoftë në krimtari, qoftë në interpretim. Për pjesën e krimtarisë për momentin jam dalur, sepse të thash dua që ato muzikën që krijoj, domethënë ta hedh në partiturë, që dhe unë t'i ruaj diku, sepse mos t'jen vetëm të dëgjohen dhe kaq, dua që t'i ruaj në partiturë. Shpresoj shumë që t'ja arrijë një ditë. Pra çdo gjë është mbështetur në një studim, në një seriozitet, në një këmbgulje, në një përkushtim të veçantë që ti ke, nuk është se thjesht ashtu siç je me kaçurrela në erë, dëshiron ti kalosh ditët dhe situatat. Jo, je mbështet fort bukur në ecurinë tënde. Po, dhe këtë faleminderit, dhe këtë jam përpjekur që të bëj, që çdo hap që ta hedh e sigur, që të mos pendohem mbrapa që e bëra këtë hap. Gjithmonë jam munduar që të bëj zgjedhjen e duhur, po them. Edhe unë vazhdoj vitin e dytë në universitetin e arteve. Më fal se emocionet bëjnë të vetën. Jo, mua më pëlqen sepse ti ke një artikulim shumë të bukur të fjalës dhe madje shumë shpirtëror. Shumë faleminderit për vlerësimin, dhe do të thoya që do vazhdoj një herë universitetin dhe do shohim të punoj nga universiteti, pastaj të tjerat, mbase të marr pjesë në ndonjë festival, do e bëj më shumë për qejf, që të kënaqem unë më shumë për këtë pjesë. Kjo ishte Irian Taraboshi, me të gjitha ato prurje të bukura shpirti, me të gjithë atë artë që i buron nga dejet dhe natyrisht me gjithë atë përkushtim që ajo të hedh hapa të sigurt në rrugën e saj të artit. E aq më tepër, si një vajzë e mrekullueshme, ashtu siç thon të gjithë ata që janë pranë saj, që janë mësuesit, miqt, shokët, kolegët dhe pedagogët e saj. Shumë faleminderit. Të falenderoj shumë Irian që na solli emocione shumë të bukura në këtë studio. Unë do ta ftoj tani Regjin të transmetojmë në valët e radios pikërisht atë kompozim të parë, po shumë të bukur tëndin për ty, kushtuar nënës tënde, e më pas një këngë të kënduar me nënën tënde, Anila Taraboshi.
Të falenderoj dhe të uroj një ecuri të shkëlqyer, duke plotësuar të gjitha ato gjëra që janë në brendësinë tënde, por edhe në subkonsciencën tënde, që të nxisin dhe të thonë ec, vazhdo. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit Irian.